Çfarë ndodhin këto zgjedhjes? Bile do këto ndodhen sapo kishte plasur edhe skandali që merret e pandehur për një aferë ku janë zhdukur të paktën 50 milion euro numri 2 i qeverisë, dhe sa më shumë skandale dalin, sa më shumë hetime bën prokuroria e posaçme, aq më shumë thellon hendekun Partia Socialiste. Realisht në këto zgjedhje të pjesëshme lokale nuk ishte garë. Së pari, sepse Partia Socialiste thot fitoi 5 bashki, por ishin të 5 bashkitë e saj. Bashkitë janë qytetarëve. Në momentin që hapen kutit, nga Partia Socialiste. Kronometri shnohet 0-0. E dyta, Partia Demokratike nëpërmjet trukut saj që mbështetit pavarur në fakt doli nga gara. Pra Partia Demokratike nuk kandidonte në këto zgjedhje. Arsyet sepse nuk kandidonte janë të sajat, por duke mbështetur kandidatët e pavarur, ajo de facto doli nga gara. E treta, me që kemi mund të kishim një rezultat ndryshe nëse do patjetër. E treta, pak më ndryshe, me që kemi dhe zotin deputet të Lëvizjes Bashk, partit e reja që ju e thatë në hyrjen tuaj që ngjallën një lloj shprese 5-6 muaj më parë, treguan përveç asaj çka treguan në zgjedhjet e përgjithshme, treguan edhe një gjë tjetër këto zgjedhje që janë parti kryeqyteti. Asnjëra nga partitë e reja nuk ka struktura, nuk ka shtrirje kombëtare në të gjithë Shqipërinë. Sigurisht është e vështirë për shkak të erozionit të gjithë Shqipërisë drejt Tiranë-Durrësit, por partitë e reja në qoftë se duan të jenë dinjitoze në garat elektorale duhet të kenë shtrirje kombëtare. Përveç faktit që nuk kanë leadership, sëmundja e dytë që po tregojnë është që nuk kanë shtrirje kombëtare. Në këto rrethana, kur kemi të bëjmë me këtë kontekst, sigurisht që për mua nuk ka garë, nuk ka demokraci dhe, siç e tha dhe zoti Spahiu, që në Kosovë pak a shumë ishin të gjithë gëzonin, të gjithë pjesëmarrësit në garë gëzonin se kishin meset të gëzonin, kishin fituar diçka, në Shqipëri nuk ishte garë, kishte vetëm një fitues që fitoi ato që kishte. Qytetari shqiptar në këto rrethana është gjëja, sjellja më e mirë, më dinjitoze që të mos shkoj, të abandonoj zgjedhjet, por që të jemi tërësisht real në analizën tonë, më lejo të them dhe 2-3 fjali në raport me pjesëmarrjen. Së pari, pjesëmarrja e vogël llogaritet mbi bazën e listave formale, që ju i dini, listat formale të KQZ-s janë diku te 3.ca milion votues. Ndërkohë që censusi ka treguar që ne jemi 42%. Pra më shumë se 2 fishi pjesëmarrja se sa të zgjedhjet e djeshme. Pra gjithsesi, pjesëmarrja është skandaloze dietë. Dakor, por e dyta, zgjedhjet lokale kanë më pak përqindje votimi, votuesish, se sa zgjedhjet kombëtare. E treta, zgjedhjet e pjesëshme lokale kanë sigurisht më pak votues se sa zgjedhjet lokale. Dhe e fundit që dua të them, kjo tregon domethënë abandonimi që i ka bërë elektorati zgjedhjeve lokale tregon dhe degradimin ku e ka çuar pushteti qendror, pushtetin lokal. Pushteti lokal është tashmë një fosile e asaj që ka filluar me autonominë e pushtetit lokal. Tani nuk kemi më autonominë të pushtetit lokal, më thot një miku joni për Bashkës, po ja them emrin, kur e pyeta pse nuk ka më media në këtë rrethin tuaj këtu, në Gjirokastër, më tha nuk ka më media sepse nuk ka më pushtet lokal, sepse edhe rojen në prefekturë ose në bashki e caktojnë nga Tirana. Dhe media nuk mund të ekzistojë kur nuk ka pushtet lokal autonom. Kuj do t'i kërkoj llogari media lokale kur s'ka pushtet lokal. Kështu që kjo tregon edhe fakti kur nuk ka palë nuk mund të ketë kundërpalë. Patjetër. Pra fakti që pushteti lokal ka degraduar, s'ka asgjë në dorë. Pse do votojnë qytetarë shqiptarë? Ermal. Shko, ne duhet ta kuptojmë që në fillim që nuk ishte realisht një garë. Ne e kishim të njohur apo ishte e përcaktuar se kush do të ishte fituesi. E dyta ishte qa e qonë që ne ta marim të mirë qënë këtë, se ne tani... Sepse
Nuk kemi në kohën e komiteteve ekzekutive. Ka një problem. Realiteti që ne perceptojmë është shumë pranë asaj se çfarë do të ndodhi. Pra ne kemi parë që në moment që këto fushata ishin pa frym, dhe kur nuk ka një fushat frym, dihet që e favorizuar është mazhoranca. E treta ishte pjesë